Shikues të nderuar, kam kënaqësinë të kem në studio të ftuar kandidatin për deputet të Partisë Aleanca Kombëtare Shqiptare, zotin Gjergj Nezha. Përshëndetje zotin Nezha, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Suksese edhe në këtë rrugtim tashmë të ri tuaj. Faleminderit. Ju në fakt me origjinë jeni nga Ducati i Vlorës, por edhe për publikun i cili na ndjek në këto momente përpara se të nisim bisedën më gjerësisht për të folur edhe për kandidimin tuaj për politikën. Kush është Gjergj Nezha? Unë kam lindur në Ducat në vitin 1973 dhe kam bërë shkollën fillore në Ducat, shkollën 8 vjeçare në Orikum, shkollën e mesme shkollën tregtare në Vlorë, kam kryer fakultetin ekonomik në vitin 1999 në Tiranë, pastaj kam bërë në Universitetin e Rouen në Francë, kam kryer një vit studime për gjuhësi, pastaj kam në vitin 2005-2006 kam mbaruar master për shkenca politikës në profilin profesioni i shkencave i politikës. Me gjithë ecuri pozitive në formimin tuaj edhe akademik, pse vendosët që t'i hynit politikës? Unë në parë kam punuar për pak kohë në vitin 2006 në Ministrinë e Jashtme, jam larguar për shkak të pagave të ulta, që është e vërtet atëherë. Në 2008-2011 jam ofruar, kam marrë përsëri në Vlorë, kam punuar 2 vjet në Universitetin e Pavarësia si profesor i shkencave politike. Kam ikur në 2011, jam rikthyer në vitin 2016, kam punuar rreth 1 vit në kontrollin e shtetit. Kam ikur përsëri, pra nuk më ngjiste atmosfera në vendin tim. Kështu që nuk e shikoj aq edhe rrogat ishin jo të mira, edhe nuk korrespondonte kontributi që jepja për shoqërinë dhe ajo që merrja në kthim. Dhe tashmë duket se keni ardhur me një mision tjetër. Misioni im është gjithmonë, duke qenë se unë jam i fushës të ekonomisë dhe i profesionit të politikës, misioni im është që ky vend të jetë një vend i begat, dhe kjo që dëgjoj shpesh nëpër media, për shembull, si politolog them që shiko korrupsioni. Nuk është korrupsioni, korrupsioni nuk është shkaku, është pasoja, pra dështimi ekonomik që nga koha e diktaturës, dështimi që vjen tani, dëgjojnë që thonë korrupsioni, si politikanët e vjetër, si politikanët e rinj, pra kanë dështuar në fushën e ekonomisë, dhe korrupsioni është një zgjidhje, pra nuk është shkaku, pra duhet të luftuar pasoja. Shoh dhe këta që kanë dalë ta kandidatë të rinj, nuk e di kush i financon, jo bashk, jo bëhet, jo s'bëhet, jo thurja, jo shturja, pra të gjithë kanë një emërush të përbashkë, jo shehaj korrupsioni. Pra, okej, për të thithur vota është një mënyrë e mirë. Pensionistët për të thithur vota është një mënyrë e mirë. Problemi do luftuar në themel. Problemi është varfëria, ikin njerëzit se nuk ka zhvillim ekonomik. Dhe faza e parë është identifikimi i problemit. Kur kemi identifikuar problemin, e trajtojmë. Pra kemi të bëjmë me dështak në politikë, për shembull. Sali Berisha është nga fusha e mjekësisë, Edi Rama nga fusha e pikturës, pra nuk kanë lidhje as me shoqërinë, pra nuk ka formimin e duhur, pra ka dështuar vendi sepse kanë drejtuar njerëz që nuk kanë qenë të profesionit. Pra unë nuk mund të bëj mjek, piktori nuk mund të bëhet politikan, pra nuk është politika mjekësi, nuk është politika art. Politika është një fushë e komplikuar, pra nëse ti nuk ke njohuri në ekonomin, nëse nuk ke njohuri në shkenca politike, nëse nuk njeh filozofinë politike, ti nëse nuk njeh historinë e vendit tënd, historinë që nga antikiteti, historinë e ideve politike, ti je një dështak. Pra këtu kanë drejtuar dështakët. Kemi vrarë Mitat Frashin, kemi vrarë si politikisht dhe fizikisht Sejfullah Malshovën, pra kemi vrarë Ajkën. Dhe tani kemi përfunduar në batak për të shkak. Misioni nuk është mision për vete, misioni është kombëtar ta shpëtojmë të kombë, po me dije, nuk shpëtohet me llafe duke sharë korrupsioni, pra shkaku kryesor është dështimi dhe do t'i trajtojmë me radhë. Dhe kjo bëhet duke bërë reformat të duhur dhe duke sjellë njësor ndryshimesh.
Dhe ju në fakt nuk ju bashkuat asnjë prej dy forcave më të mëdha politike, qoftë Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, por ju bashkuat Aleancës Kombëtare Shqiptare që drejtohet nga Elena Kocaqi. Pra pse vendosët që në siglën e kësaj partie dhe të koalicionit ku bën pjesë kjo parti ju të kandidoni dhe të garoni në 11 maj për deputet? Ka disa kohë unë u kontaktova nga kryetari i Partisë Aleanca Demokristjane, zoti Zev Bushati. Dhe më tha, a ke dëshirë të afrohesh me ne, je profili që ne duam. Bas sa kohësh, unë kisha dëshirë që të bashkohesh edhe me Elenën. Pra, ne në bashkon pasioni për historinë, më njofi shumë njerëz, pra unë kam dhënë një kontribut të madh për historinë dhe të dalë historie e Shqipërisë. Pra, nuk mund të ketë shtetë komb pa histori. Pra, pa të kaluar dhe të tashme nuk ka të ardhme. Pra, ky pasion më bashkon. Por ne nuk mund të themi që do hyjmë në Evropë, për shembull që ke 34 vjetë u thonë ujë, drita dhe Evropë. Si mund të hysh në Evropë ti kur Evropa është një bashkësi kristiane? Pra nuk mund t'i mashtrosh njerëzit ti që do shkojmë në Evropë kur ti nëse je shtet i deklaruar musliman, si Turqia, si Shqipëria, si Bosnia, rruga është e mbyllur. Pra nuk mund t'i mashtroj shqiptarët, i ka mashtruar këta, duhet që të jemi të sinqertë dhe mos t'i tallim. Pra, me Elenë në bashkojnë shumë pika, njëf historinë, njëf ekonominë, njëf shkencët juridike, pra kemi një përshtatshmëri. Pra edhe është dhe patriote, pra unë nuk mund të merrem me politikë nëse nuk i shërbej vendit tim. Pra ky është mision jo për të bërë biznes, për të bërë politikë dhe me profesionistë. Pra ata që ndihen veten të aftë dhe janë ekonomistë, janë të ndershëm, janë të përgatitur, janë të mirëpritur. Të tjerat nuk kanë të shkërkojnë në këtë lloj aleance, këtë lloj bashkimi politik. Dhe partia Aleanca Kombëtare Shqiptare është pjesë e një koalicioni të gjerë? Pra ne kandidojmë ne pjesa e kësaj partie, kur unë jam dhe në kryetar, Aleanca Demokristjane, jemi bashkuar me Elenën që të kemi më shumë forca dhe të jemi më të suksesshëm, por edhe në bashkon edhe vizioni. Pra kemi ngjashmëri, pra bashkohemi. Nuk bashkohemi për të bërë allizhveriqe, por bashkohemi, nuk bashkohemi me këto partitë, për shembull, jo bëhet, jo s'bëhet, sepse nuk duan ata të bashkohen. Ju kanë bërë thirrje, s'duan. Atëherë ata e dinë vetë se ku varen e ku financojnë është problemi i tyre. Kështu që ne do bëjmë Shqipërinë me njerëz të përgatitur. Pra, kam kontaktuar dhe kam sjell dhe kemi kontaktuar në Fier, kandiduar në Fier Ervin Mile, është një nga shqiptarët mbas Mira Muratit, pra mbas lojates Mira Murati është Ervin Mile, është një potencial, ka 7 patenta, 7 shpikje në nanoteknologjinë në Amerikë. Dhe është i anashkaluar. Unë ka bërë për shkenca politike, të tjerë ka për shembull në Lezhë kandidon një poetën, të tjerë, pra kemi sjellë një kandidat të gjitha nga diaspora. Të gjithë me CV, më thënë njëri më mirë se tjetri, dhe besoj që njerëzit do e kuptojnë që nuk vazhdohet më me dështim dhe me mashtrim. Dhe pse mendoni ju që do të jeni fitimtar, pra ky koalicioni juaj do të mposhtë partitë tradicionale? Vjen një moment që e mira duhet fitojnë ndaj të keqes. Pra dështakët nuk mund të vazhdojnë të riprodhohen dhe të riciklohen përjetësisht. Pra ka dështuar ne, unë për shembull dhe grupimi unë kam një sër këshilltarësh, nuk do t'i them sepse nuk kam pse bëj të ditur se unë e këshillohem, pra kam këshilltar njëri më mirë se tjetri në disa fusha. Dhe identifikimi i problemit është programi. Ne propozojmë një program realist dhe një program që korrigjon padrejtësitë që ja bë shqiptarëve mbas vitit 1991. Dhe së pari ne kemi vendosur që kollotat, malet, pronat t'ju jepen pronarve, po ju mos i quajmë pronar. Pra para se të hynë në kooperativë, para se të hynë në ndërmarrje bujqësore, ata kishin pronat të cilët i kanë dorëzuar si në kooperativa, si në shtet. Pra ne do t'ju kthejmë. Pra që nga Vlora në Dërmihi, Mar, Sarande, deri në Lezhë, këtu nuk ka më 5 kilometra t'i vendosi me €1 t'japi Edi Rama, jo. Ato të jepen pronarve dhe pastaj të ketë zhvillim turistik e çfarë duhet, por mbi këto kushte. Pra pronarët që janë ju është konfiskuar, ju është marrë pronat, do të dëshpërblen. Shteti shqiptar ka 120 hektar, 120.000 fond toke. Ky fond duhet të shërbej për të kompensuar. Ka fonde dhe të gjithë vetëm pronarët shumë të mëdhenj nuk mundet t'i dëshpërblejnë, pra një pjesë të vogël, sepse atëherë falimentojmë si vend dhe si shtet. Pra, së dyti, ne mendojmë që pronat
e shtetit shqiptar, minierat, nafta, kromi, sera selenitës e tjera, litiumi, të gjitha janë pronë e shqiptarëve dhe Shqipëria është për shqiptarët dhe ne do t'i shtetëzojmë. Pra nuk do ketë më t'jepen koncesione kujt tek et njëri dhe tjetrit, s'do ketë më mundësi. 51% është shteti dhe 49% aksioner. Kush do preferojmë shqiptarët të vinë nga diaspora, nga Amerika, ata që kanë do t'investojnë. Nuk do ketë më investitor jo nga Kina, jo nga Turqia, Shqipëria për shqiptarët. Dhe atje ku e shikojmë që kemi interesa, do bashkëpunojmë. Atje ku ka hapësirë. Por, me këtë kriter. Tani turizmi, ne këtu flitet për turizmin dhe turizmi është vudhe në vend. Në qoftë se ne nuk zhvillojmë bujqësinë, pra sektori bazë i çdo vendi i Amerikës, Kanadas, Francës, Rusisë është bujqësia. Pra bujqësia ne e kemi kthyer me reformën 1751, e kemi kthyer 2500 vjet në antikitet, pra një dulym këtu, një dulym atje. Pra ka ardhur koha që ne të kemi një reformë për bujqësinë dhe që nga 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 20 hektar, duhet të bashkuar në kooperativa dhe ferma, qofse ti e bashkon fermën 3 hektar, do marrësh 3.000 euro në vit, 5 hektar, 5.000 euro, 10 hektar, 10.000 euro. Pra, ne do ta mbështesim bujqësinë më shumë edhe se mbështet Kroacia. Qofse ka 300 hektar, 300 euro për hektar, do ta bëjmë 3 fish, pra ne do t'jemi konkurent në tregun ballkanik dhe evropian. Pra, ne na ka sfiduar dhe ne do t'i kalojmë këto sfida. Pra, për 4 vjeçar, në qoftë se ne do kemi ndikim dhe njerëzit na besojnë, ne do t'japim 1 miliard euro për bujqësinë. Jo për rrugë, jo për pra sektori bazë bujqësia. Kur të vinë njerëzit, pra kosto jetesë është e lartë sepse s'ka bujqësi. Pra i marrim nga importi dhe ne në turizëm ofrojmë vetëm shërbimi. Pra ne nuk kemi asnjë lloj fitimi. Ne shesim dhe riciklojmë pra produktet e huaja. Fitimi këtu është vetëm ne jemi vetëm në shërbys. Pra na ka kthyer në shërbëtor. Dhe ne këtë do ta ndalim. Pra bujqësia është jo çështje gjithë si thoshte Enver Hoxha dikur, por është sektor bazë. Pra ne nëse nuk zhvillojmë bujqësinë nuk ka zhvillim. Për reforma të tjera, pra mund të kemi reforma për pensionet, pra nuk mund të kesh ti sot me këto çmime, për shumë nëse ujë dhe drita ty të shkojnë 100 euro në muaj, nuk mund të kesh pension nën 250 euro, nuk mund të kesh rroga nën 500 euro, nuk mund të kesh ti për shembull të jesh polic privat 350 euro, ti punosh fason 370 euro. Pra këto paga që ti nuk mban dot as minimale nuk mund të quhen. Pra ti paguan ujë, drita, telefon, 150 euro, çfarë gjen ty? Pra do hash, do shkollosh. Pra duhet të ketë tavan dhe rroga minimale. Po, dhe sa do të çoni ju pensionin? Po nuk mund të ketë pension në 250 euro. Pra pensionistët ti energjinë elektrike e kanë prodhuar, hidrocentralet e kanë prodhuar këta pensionistët. Pra energjinë elektrike ne do t'i japim pensionistëve 50%, ujin 50%, sepse ju takon. Ilaçet minimalisht 50%, sepse ju takon. Pra ata kanë kontribuan, duhet të marrin ato frutet e punës së tyre. Pra mos t'i shohim si njerëz të mirë, jo si t'i jashitje të vendit, por si shohim si njerëz me dinjitet. Rinia dhe gratë, pra si do ta mbajnë ne rinin këtu? Pra pa punësim, pra investim në bujqësi, nëse ti investon vetëm në turizëm ose rrugë, atëherë kjo është rrugë pa krye. Pra nuk ka vetëm betonizim të Shqipërisë, pra ka sektor prioritar dhe sektor strategjik. Kështu që nëse ne nuk favorizojmë lindjet, pra nëse nuk kemi program social. Pra, Parti Socialiste që i shërben 10 vetave, nuk mund të kemi. Ne do të kemi një parti që i shërben shqiptarëve. Pra, ne do të jemi të besueshëm për shqiptarët. Dhe ne nëse një lindje nuk e financojmë me 5.000 euro, ose dhe 5 vjet të tjera, nëse nuk japim çdo familje 5.000 euro, e familja do na iki. Kështu që ne nuk kemi interes që të ulim popullsinë. Ne kemi interes të arrisim popullsinë. Pra, rinin, ne duhet ta financojmë minimalisht deri 25 vjeç, pra me koston minimale të jetës. Nëse nuk punon, duhet marrësh të pakën minimum jetik 200 euro, ose 250 euro. Nëse ti nuk e financon, do iki. Kështu që ne duhet të kthejmë ata që ne kanë ikur, si do t'i kthejmë? Duke rritur besimin, duke rritur investimin në ekonomi. Pra, jo t'i vjedhim, por t'i investojmë, jo t'i ulim me euro dhe t'ju zhrapim lekët. Janë të mundshme këto fonde për të siguruar? Janë të mundshme sepse nëse ti doganier, ti nuk i motivon dhe i paguan 5.000 dhe 10.000 euro. Kontrollin e lartë të shtetit i jep për shembull i rrog 20-30.000 euro në muaj. Nuk mund të vjedhim me kryeministri 30.000 euro në muaj.
kryetari Bashkisë Tiranës 30.000 euro në muaj, kryetari Bashkisë Vlorës 10-15.000 euro në muaj, nuk do vjedhin më. Qose vjedhin, do shkojnë 25 vjet në burgim aty. Do vjedhin 10 milion, do vjen 10 vjet, do vjen 20 milion, do vjen 20 vjet, do vjen 25 milion ose 30 milion, nuk dalim nga burgu. Pra, kjo është metoda dhe mënyra për ti... Pra, ne mësuar me diktaturë, nuk mund të kalojmë ma shumë të në aqë lesisht në demokraci. Nuk e dim vlerën, kështu që duhet ta kuptojmë me anë të ndryshimin ligjërisht. Ju thotë se ka korrupsion. Si du të luftoni korrupsionin? Korrupsioni shumë e thjeshtë, ta luftosh. Korrupsioni pra transparencë. Siç është për shembull në Suedi, ikën kryetari i bashkisë ikën me biçikletë apo. Edhe këtu korrupsioni këtu ikën nuk di me çfarë ikën, një. E dyta, transparenca zero, ku shkojnë minerat, ku ka shkuar armët, ku shton derat. Korrupsion do thotë fshehje, ne do t'i bëjmë të gjitha transparencë totale. Pra nëse s'ka transparencë, ku ta dinë qytetari? Këtu nuk jepet llogari asnjë gjë. Kush financon, kush shkojnë fondet, kush i merr tenderat, asgjë nuk dihet. Pra gjithçka kaos. Transparencë 100%, maksimale dhe njerëz të përgatitur. Lider të vërtet dhe jo mashtruesa dhe jo sharlatan. Pra do të ndajmë Shqipërinë nga sharlatanizmi. Pra ka fituar sharlatanizmi, duhet fitoj shqiptaria. Po për politikën e jashtme? Po për politikën e jashtme, minimumi është, ne të dy të jemi miq, minimumi është respekt reciprok. Pra, nuk mund të jesh ti alat me Greqinë kur nuk ka reciprocitetin. Pra, reciprociteti është baza. Me Greqinë na kërkojnë neve varre grekët, unë do t'ju kërkoj grekëve minimumin. Pra, na kanë prishur varet e shqiptarëve në Selanik në vitin 1986. I ka shkallmuar. Do t'i bëjnë se s'bën, do t'i bëjmë me vrap. Një. E dyta. Do t'i hedhim në Strasburg dhe në Hag për genocidin ndaj çamëve. Çështja çame nuk është çështje çame, por çështje kombëtare. Pra ne nuk do hyjmë në Evropë si Iran, po do të hyjmë, nuk do shkojmë te Evropa, do Evropa do vinë tek neve. Aleancat do t'i bëjnë neve, bota po ndryshon. Pra Europa bafrohet me Kinën, Amerika me Rusinë, ne do dim të përshtatemi, ne dim të lobojmë, pra nuk do bëjmë politik bielit i biem. Ne do bëjmë politik në përputhje me interesat kombëtare. Ne për idhull nuk kemi Edi Rama mban për idhull Ismail Qemalin, e mban në zyrë, por unë them që Sazan dhe Karaburun janë vatanët e mia me vepra dhe nuk ka këtu të vi me Lulin dhe Rama atje të marrin ndonjë lulishtë në Tiranë, të dy aty thënë të bëjnë një lojra luftash, po këtu nuk i lëm, nuk do ketë më lojra luftash. Pra Shqipëria do t'i përkasi shqiptarëve. Dhe këte kanë shqiptarë në dorë. Po, cili është vlerësimi juaj për dy liderët aktualisht, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, zotit Rama, zotit Berisha, keni? Kam një dhamari si kështu për shembull. Ke parasysh që Gomari kërkon të bëhet kal? Gomari ngron 100 deri 200 kg pesh. Nuk mund të bëhesh ti, pra, mund të kesh dëshirë ti ta zhvillosh, nuk e bën dot. Pra nuk ka formimin e dur. Pra ti nuk njeh psikologjinë sociale, nuk njeh sociologjinë, nuk njeh juridikun, nuk njeh ekonominë, nuk njeh historinë. Pra ti nuk ke bazat për të qenë politikan. Pra politika, për shembull, në Rusi, për shembull, erdhi Putini, i mori shtetëzoi të gjitha pronat dhe ja dha rusëve. Nuk i mori për vete. 50% e diplomacisë ruse janë me shkenca politike. Ne nuk mund të kemi a na mungojnë, nuk na mungojnë. Kemi dhe ne talentet tona. Pra ne promovimi të talenteve është synimi im, synimi Elena Kocaqit. Pra ne nuk jemi për shembull njerëz që kemi frikë nga konkurenca. Ne duam thjesht që ky vend të bëhet dhe nuk ka asnjë lloj vështirësie që njerëzit talentet të vinë. Ne tashmë kemi marrë disa nga talentet më të mira të mbar botën shqiptare. Aktualisht mazhoranca socialiste dhe vetë kryeministri Rama shprehet se Shqipëria 2030, çka do të thotë deri në vitin 2030 do të jemi të antarësuar në Bashkimin Evropian. Besoni të kjo? E ke parasysh kur mashtron çdo 4 vjet do japim ujë, drita dhe antarësim në Evropë. Pa kjo është e uzauruar disa herë. Nëse vazhdojmë kështu, ta marrë 12 vjet ky atëherë bëhemi jo diktaturë, po ja kalon Putinit gjithëve ky, pra jo autokratë shpak, nuk është. Pra nëse ti vendin e dështon, supozojmë se dështon klubi tramutari. Për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj ndërrohet trajneri. Ta ka dështuar 34 vjet dhe asnjë lloj ndërrimi. Pra këtu duhet një klasë politike jo e re, e aftë. S'do thotë gjë e ri, do thotë jesh i aftë i përgatitur për të marrë një detyrë ose mision dorë. Këta për shembull nuk e kanë bërë dot. Korrupsioni është dytësor, nuk është korrupsioni këtu pasor. Këta japin korrupsionin sepse aq din. Nuk din të identifikojë problemin. Pa kush ka mbaruar, kush ka bërë pak matematik, shtrohet problemi, shtrohen zgjidhjet, gjen zgjidhje më të mira e tjera.
Kështu që as në politikë të brendshme, as në politikë të jashtme, pra janë dështak të përsëritur, me fjalë, dështuan me firmat piramidale, si mund të vi Sali Berisha, për shembull, kur dështoi totalisht. Pra, parlamenti në atë kohë duhet kishte dënuar Sali Berishën. Sali Berisha duhet kishte dënuar ata që abuzuan me ishtë më para. Pra, Sali Berisha nuk dënoi asnjë, këta kur morën pushtet nuk dënuan Sali Berishën. Pra, këtu ka një falje sistematike, bëjt që duash të falet. Tani, unë ju drejtojmë shqiptarëve, donin që t'i falim këta, që kanë vjedhur. Unë them që kush ka vjedhur dhe 1 milion dhe t'ja falim, dhe 5 milion dhe t'ja falim. Po kush ka vjedhur 50 milion, 100 milion, 300 milion, 1 miliard, ku janë lektarëve, si mu t'ja falon atyre, mu s'ja falë. Po t'ja falin shqiptarëve, shqiptarët japin këtyre. Në qofë se japin votën dhe vazhdojnë në bështetin dishtak, tregoj që ka falur. Me thënë që ti pension 80 euro për shumë historikisht. A i nuk mban do të frimë në shatë. Pra është imbaruar, abe. Jo dignitet s'ka, bo është komplet i te kaluar nga gjitha anët. Po. Zotin Nezha, ju, si që tash nisje jeni me origjinë nga Ducati, si e shikoni zhvillimin turistik të bashkisë Vlorës gjatë këtyre viteve dhe cilat do t'jenë disa prej synimeve tuaja apo pikave kryesore të programit tuaj për zhvillimin edhe më tej të sektorit turizmit? Unë jam pesimist për se si kanë lënë zonën, që nga Vlora dhe në Orikum ka vitet të tëra zona e braktisur, përse rruga e braktisur, Orikumi braktisur, dhe Vlora më duket një qikatraur e lënë lëmsh, dhe më duket e një më shkonë në mënyrë, mos e bëjnë Kastilje këta, për shumë që ta lënë që nga Orikumi dhe Vlora, ta lënë Merat, i lënë të thjesht i kthejnë në zona urbane, t'i mbushim e ndërtimit, të shesin beton, shtëpia, të thjesht një mafje ndërtimi që kërkon të mbaj peng dhe ato investimet të tyre kanë nga deti jonë dhe ne në mbajnë peng. Pra, ata sa bëjnë investime nga deti jonë, ju shkon ujë, ju shkon dritat, kurse këta kanë 34 vjetë asu e drita. Pra, për këta nuk ju sakrifikuan këta. Pra, Vlora dhe bëtë raporti të gjitha këto, unë shofë që Vlora nuk është më një zonë elitare, pra po shkallmohet nga Kaloja, Jonufra, dhe në Orikum po shkallmohet. Pra çdo gjë ka bërë natyra e bukur, këta po shkallmojnë. Tani me bukur, ky thot jam piktor dhe e dua të bukurën. Unë tani nuk e shoh të bukur, unë shoh që ta mbushim me dhe. Minimalisht duhet ta mbushim me zhavor. Dakor? Që mos ta marri deti nesër. Këtë nuk po e bëjnë. Megjithatë, ky turizëm elitar nuk quhet. Pra këto ndotja që shkon gjitha në det, ndotje për shembull me 100 ton minimalisht që hidhen në det për shumë për të vaskat. Tani, mund të lejosh t'i vaska në det 10 vjet, 20 vjet një kohë, po jo, pra duhet të hiqen, që kanë bërë, kanë përfituar, të dalë det hapur, dhe mos të ndotin më, thënë. Pra, synimi është që ne, qofse do kemë mundësi, do na mbështesin njerëz ta kthejmë zonë elitare siç është. Pra, që nga Kalaja deri në Sarand tjetë zonë elitare, mos të bëjnë numra me fjalë, të mbushin beton dhe pastaj njërës dhe zgjedhin, duan dështakët dhe t'i mbajnë. Dhe cili është mesazhi drejtuar qytetarëve, drejtuar banorëve të qarkut Vlorës, pra pse duhet t'ju votojnë ju si kandidat për deputet dhe pse Aleancën Kombëtare Shqiptare? Mendoj se në Aleancën Kombëtare Shqiptare ka disa element patriot dhe me një nivel të lartë përgjegjësie, ndeshmërie, patriotizmi dhe njerëz të përgatitur, mbi të gjitha njerëz të përgatitur që mund ta drejtojnë vendin. Nëse këta duan të vazhdojnë me ata që kanë tallur, është mos e mundshme, por ne themi që mos t'i talli më dhe t'i dalin për zot vendin tonë dhe të jemi një vend dinjitoz. Nuk më thua se do shkojmë në Evropë kur ti nuk mundesh realisht të shkosh në Evropë, sepse ti në moment që ti e mbush me xhamia, ti ke integruar në Turqi dhe në Arabi. Pra kjo rrugë është mbyllur. Pra do t'i themi shqiptarëve, rruga e vërtetë është që të kemi elitë jo të re, elitë të re, të përgatitur dhe të denjë që të përballet me çdo sfidë evropiane botërore non stop. Jo ta lëmë në mjerim. Faleminderit zotin Nezha. Faleminderit ju, shumë faleminderit. Shikues të nderuar, zhvilluam një bisedë me kandidatin për deputet të Aleancës Kombëtare Shqiptare, zotin Gjergj Nezha. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirupafshim.